Mirë se erdhët në recetën e radhës, komentet ishin të shumta, një ëmbëlsirë të lutem për Bajram. Pra unë e zgjodha këtë rolladë e cila bëhet me mollë. Pra ju nevojiten 4 mollë, po ashtu gjysmë lugë kanel apo një sheqer vanilje dhe 5 lugë të gjellës sheqer. I hedhni në tigan për 10 minuta, më pas vendosni në çfarë tepsie ju do e dëshironi. Unë e ka bërë në këtë formë. Pra si katrore ju mund të përdorni çfarë do që dëshironi. Ndërsa për pandispanjen ju nevojiten 5 vezë, 15 lugë të gjellës me miell, 5 lugë gjelle sheqer, 1 gotë shumësht, gjysmë gotë vaj dhe po ashtu një sheqer vanile dhe një pluhur për pjekje. Pra e bëni brumin kështu sikur në video dhe më pas i hedhni sipër mollave. E pjekni në temperaturë 200 gradë për 20 minuta deri në 30 dhe më pas e vendosni në një letër kështu si unë apo edhe ndonjë pecetë të pastër. E kam dekoruar kështu me pak sheqer pluhur dhe vetëm ta shiqoni se sa duket, pra shija ishte mahnice dhe aroma të mirë. E zbukurova me pak lule kështu dhe duket perfekte. Mos harroni të bëni follow, tum tum.